Bota po mban frymën ndërsa lindja e mesme ka hyrë në një cikël dhune që nuk kishte parë që nga lufta e gjirit. Ajo që nisi si një përplasje deklaratash, sot është ndërruar në një operacion ushtarak masiv të koduar Epic Fury. Bashkimi i forcave të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ka nisur një sulm të koordinuar kundër infrastrukturës ushtarake të Republikës Islamike të Iranit. Ndërsa Pentagoni raporton sukses në shkatrimin e bazave të raketave, Teherani është kundërpërgjigjur, duke goditur zemrën e prodhimit të naftës në rajon. Sonte, ne do të analizojmë çdo front të kësaj lufte që po ndryshon rendin botëror. Ky nuk është thjesht një konflikt, është rishkrimi i hartës gjeopolitike me boj gjaku dhe teknologji të padukshme. Operacioni Silent Thunder, sulmi i fshehtë me B2 Spirit. Për të kuptuar suksesin e sotëm, duhet të kthehemi disa muaj pas. Ndërsa bota besonte se diplomacia ishte ende në tryezë dhe se bisedimet në Vjenë po jepnin fryte, Pentagoni kishte autorizuar një nga misionet më sekrete të dekadës. Avionët B2 Spirit, bombarduesit strategjik stealth, që kushtojnë $2 miliardë për mjet, fluturuan për 30 orë pa ndalesë nga bazat në White Man, Missouri, direkt drejt zemrës së Iranit. Ky nuk ishte një sulm paralemërues. Objektivat ishin kështjellat e fundit, komplekset e fortifikuara në Fordov dhe Natanz, të groposura deri në 90 metra nën shkëmb graniti. Për herë të parë në kushte lufte, SBA përdori bombën GB2-57, e njohur si Massive Ordnance Penetrator, MOP. Ky përbindësh prej 13 tonësh është projektuar për një qëllim të vetëm, të shpojë 10 metra beton të armuar përpara se të shpërthejë. Efekti ishte katastrofik për Teheranin. Në një natë vetme, shtylla kurrizore e programit bërthamor iranian u thërmua. Centrifugat u kthyen në mbeturina metalike dhe laboratorët u varrosën në tonelata shkëmbi. Ky sulm i hershëm paralizoi aftësinë e Iranit për të prodhuar materialin e fundit, duke lënë ata pa asnjë avantazh nuklear, kur operacioni Epic Fury nisi zyrtarisht. Generali i forcave ajrore e përshkroi këtë si amputim kirurgjikal pa anestezi. Përpara se raketa e parë të prekte tokën, një luftë tjetër po zhvillohej në botën e internetit. Kibernetika e SBA-s lëshoi një virus aq kompleks sa i bëri sistemet mbrojtëse ruse S-400 të shihnin fantazma në radaret e tyre. Ndërsa operatorët iranian besonin se po ndiqnin qindra avion sulmues, në të vërtetë qiejt ishin bosh, duke detyruar ata të harxhonin municione të çmuara kundër asgjëje. Ky kaos kibernetik lejoi që forcat e koalicionit të penetronin hapësirën ajrore iraniane me zero humbje në fazën fillestare. Rrjeti i komunikimit të gardës revolucionare u bllokua, duke lënë komandantët në terren të izoluar, pa urdhra dhe pa informacion. Ishte sikur të nxirrje sytë dhe të prisje gjuhën përpara se të nisje grushtin e parë, deklaroi një ish analist i CIA-s. Pika kulminante e javës së kaluar, ajo që e gjuinzoi moralin e regjimit, ishte goditja e koordinuar ndaj rezidencës së sigurisë së lartë, ku strehohej lideri suprem i Iranit. Ky nuk ishte një bunker i zakonshëm, ishte një kështjell nëntoksore e mbrojtur nga sisteme ruse S-400 dhe një ushtrim mbrojtësish besnik. Por inteligjenca amerikane dhe ajo izraelite, Mossad, arritën të interceptonin një sinjal komunikimi kritik përmes një linje satelitore që supozohej të ishte padeshifrueshme. Brenda pak minutash nga konfirmimi i vendodhjes, 2 raketa Hellfire R9X, të njohura si raketat Ninja, që përdorin tehe çeliku në vend të eksplozivit për saktësi kirurgjikale, pasuar nga një bombë depërtuese BLU-109, goditën qendrën e komandës. Ky eliminim shënon vdekjen e liderit më jetëgjatë dhe më radikal të lindjes së mesme. Vdekja e tij ka lënë gardën revolucionare IRCG në një kaos total. Pa një zinxhir komande të qartë dhe pa autoritetin hyjnor që mbante fraksionet bashk, njësitë ushtarake iraniane në Liban, Siri dhe Yemen po veprojnë si koka të prera. Ata po komunikojnë përmes radiove të pasiguruara, duke u bërë pre e lehtë për forcat ajrore izraelite që po pastrojnë çdo celulë të mbetur në rajon. Epic Fury, asgjësimi teknologjik. Në emrin Epic Fury, koalicioni ka lëshuar një fuqi zjarri që rivalizon dhe në shumë pika tejkalon javët e para të luftës në Irak në vitin 2003. Ndryshe nga sulmet e kaluara, presidenti Trump ka theksuar se kjo fushat nuk synon çizme në tokë, por atë që ai e quan asgjësimi teknologjik i mesjetës.
Mbi 80% e arsenalit të raketave Shahab-3 dhe raketave të reja hipersonike Fatah janë shkatruar ende pa dalë nga platformat e tyre të lëshimit. Inteligjenca amerikane kishte hartografuar çdo tunel dhe çdo rrugë lëvizëse të këtyre raketave gjatë 2 viteve të fundit. Marina iraniane në Bandar Abbas nuk ekziston më. Çdo nëndetëse e klasës Kilo është dërguar në fund të detit. Ky veprim siguroi që ngushtica e Hormuzit, arteria e naftës botërore, të mbetet e hapur për trafikun ndërkombëtar, pavarësisht tentativave të dëshpëruara të Iranit për ta minuar atë me skafe të shpejta. Përveç liderit suprem, mbi 49 figura kyçe të regjimit janë konfirmuar të vdekur. Këtu përfshihen krerët e inteligjencës, strategët e logjistikës dhe financuesit e grupeve proxy. Irani sot është një trup gjigant ushtarak, por pa tru dhe pa sy. Në momentet e tij të fundit, regjimi i mbetur ka urdhëruar atë që njihet si plani i Kiametit. Pa pasur mundësi të godasë direkt SHBA-n, Teherani ka lëshuar qindra dron kamikaz Shahid 136 drejt qyteteve arabe që mbështetën sulmin. Dubai dhe Riyadi janë përballur me breshëri raketash që synonin rafineritë e naftës dhe qendrat e desalinimit të ujit. Princi Mohammed bin Salman ka aktivizuar mbrojtjen totale dhe ka deklaruar se Arabia Saudite do të jetë varri i fundit i ideologjisë së Teheranit. Ai ka kërkuar Washingtonit të mos ketë asnjë mëshirë dhe të mos pranojë asnjë armë pushim deri në kapitullimin e pakushtëzuar. Ndërsa lufta nxehet, Departamenti i Shtetit ka lëshuar urdhrin më të madh të evakuimit në historinë moderne. Alarmi i kuq është aktivizuar për 14 vende të lindjes së mesme. Nga Kuvaiti në Oman, çdo qytetar amerikan dhe personeli jo thelbësor diplomatik po largohet me urgjencë. Kjo nuk është thjesht një mas paraprake, është një pranim i faktit se i gjithë rajoni është kthyer në një zonë të hapur zjarri. Evakuimi po kryhet në mbrojtjen e pandërprerë të avionëve F-22 Raptor, të cilët patrullojnë qiejt për të parandaluar çdo tentativë të dëshpëruar të forcave pro-iraniane për të goditur avionët civil. Në det, transporti i naftës po vazhdon, por me një kosto të lartë. Çdo cisternë tani shoqërohet nga 2 destroyer amerikan. Çmimi i naftës ka pësuar lëkundje që kanë ngrirë bursat nga Londra në Tokyo, por kontrolli i koalicionit në pikat strategjike ka parandaluar të paktën për momentin një kolaps total ekonomik global. Ajo që po shohim brenda kufive të Iranit është vdekja e parë e një shteti teokratik përmes fuqisë ajrore. Sulmet me B2 muaj më parë ishin vrasja e heshtur, ndërsa Epic Fury është goditja publike që ja hoqi maskën regjimit. Pa liderin e tyre suprem dhe pa infrastrukturë komunikimi, Irani po rrshqet drejt një lufte civile të pashmangshme. Popullsia, e lodhur nga dekada sanksionesh, shtypje dhe korrupsioni, ka nisur të dalë në rrugë, por këtë herë nuk është një protestë paqësore. Në shumë qytete, turmat kanë sulmuar bazat e mbetura të Basijit, milicisë së regjimit. Raportet flasin për njerëz që festojnë në rrënojat e zyrtarëve të gardës revolucionare, duke parë tek raketat amerikane jo një armik, por një mjet për çlirimin e tyre. Megjithatë, kostoja njerëzore mbetet tragjike. Goditjet e gabuara në zona urbane kanë lënë qindra viktima civile, një fakt që Teherani po përpiqet ta përdorë si mjetin e fundit të propagandës. Pentagoni është i prerë, faza e shkatrimit masiv po mbyllet. Tani nis faza e pastrimit kirurgjikal. Parashikohet që edhe për 3 javë të tjera, forcat speciale dhe dronët të godasin mbetjet e leadershipit iranian që fshihen nëpër male ose në tunele sekrete. Synimi i fundit është sigurimi i të gjitha depove të mbetura të materialit nuklear për të parandaluar që ato të bien në duart e grupeve terroriste gjatë kaosit të rënjes së shtetit. Lufta nuk është kurrë e pastër dhe asnjëherë pa kosto. 6 ushtarë amerikanë dhe qindra civil kanë paguar çmimin më të lartë në këtë përplasje titanash që ndryshoi historinë brenda natës. Por me eliminimin e udhëheqjes supreme të Iranit dhe çarmatimin e plotë të makinerisë së tyre të luftës, arkitektura e sigurisë në botë ka ndryshuar përgjithmonë. Irani nesërm nuk do të jetë më eksportues i terrorit, por një fush betejë mes së shkuarës së thyer dhe një të ardhmeje që ende nuk ka emër. Pentagoni vazhdon operacionet, sytë e botës mbeten mbi Teheranin, ku rrënojat e së dieshmes po hapin rrugën për një të nesërme të pasigurt, por më në fund pa hije. Qëndroni me ne për përditësimet e radhës nga fronti i luftës. Abonohu te fakte interesante për lajme, fakte, kuriozitete, enigma dhe tregimet më tërheqëse. Kliko ikonën e ziles
për të qëndruar i përditësuar me të gjitha video tona më të reja.